Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Nuk e di nëse jeni si unë, por kam kaluar shumë kohë duke lexuar Biblën dhe ndonjëherë e gjej veten duke vrarë mendjen se si dukeshin njerëzit e Biblës. E keni bërë ndonjëherë këtë? Dhe a nuk është interesante që ne kalojmë kaq shumë kohë në kulturën tonë për paraqitjen e jashtme, por kur lexojmë Biblën mësojmë se aty gati nuk ka asgjë për këtë. Duhet të them se duhet përdorësh vërtet imagjinatën për të kuptuar se çfarë. Keni parë ndonjëherë në një pikturë të Jezusit për shembull dhe se si mendonin njerëzit se si duke Jezusi? Një prej njerëzve që më ka intriguar në lidhje me këtë është apostulli Paul, sepse kemi disa të dhëna të vogla në shkrim për të. Sipas dokumenteve të hershme të krishterë, ai ishte një njeri me trup mesatar, flokët i kishte të rralla, këmbët i kishte pak të shtrembra, gjonjët shumë të larguar. Ai kishte sy të mëdhenj dhe vetulla të ngjitura dhe kishte hundën pak të madhe. Nuk është mënyra që duam që të përshkruhet, por kështu e kanë përshkruar atë. Një shkrimtar modern e ka përshkruar atë si një burr tullac me këmbë të harkuara, me hundë të madhe dhe me vetulla të ngjitura që shtriheshin në ballin e tij si një vemje e ngordhur. Mund thoni, e po ku i kanë gjetur këto gjëra për apostullin Paul? E po 2 Korintasve 10:10 na thot, letrat e tij janë të ashpra dhe të fuqishme, kurse paraqitja e tij trupore është e dobët. Në librin e veprave, ai njihet me emrin e tij të lindjes, Saul, deri në kapitullin e 13. Në mënyrë të gabuar, shumë njerëz mendojnë se Zoti ja ndryshoi emrin Saulit në Paul pas takimit të tij në rrugën për në Damask. Por për shkak se babai i tij ishte ai qytetar romak, Sauli kishte edhe një emër latin dhe emri i tij latin ishte Paul. Pas konvertimit të tij, Sauli ishte i vendosur që ta çonte ungjillin te jo hebrejt, prandaj ai ja hoqi plurin emrit të tij romak dhe u bë i njohur si Pali, një emër pagan me cilin shumica prej nesh janë mësuar tashmë. Unë do të tregojmë sinqert me ju, nuk mendoj se mund gjej dot dikë që ka pushtuar kaq shumë imagjinatën dhe entuziazmin tim për shërbes, ashtu si apostulli i madh Paul. Përveç Zotit Jezus Krisht, ai ka qenë njeriu më me ndikim që ka ecur mbi këtë tokë. Deri më sot, pas gjithë këtyre viteve, ne i hapim Biblat tona te letrat që ai u shkroi kishave dhe ndërsa i lexojmë, ne udhëzohemi dhe sfidohemi, bekohemi dhe motivohemi. Një gjë që kuptojmë kur lexojmë për jetën e Palit, kur lexojmë letrat e tij, është se ai ishte një njeri për një gjë. Ai jetonte për ungjillin. Romakëve 1:1 thotë se ai ishte i veçuar për ungjillin e Perëndisë. Dhe ne sot do t'i përkushtojmë edhe një studim të fundit këtij njeriu të mrekullueshëm, ndërsa shohim pastronditjet e konvertimit të tij. Ju mund të mendoni se ky është një përshkrim mjaft i çuditshëm për atë që ne do të bëjmë sot, por ajo që Pali përjetoi rrugës për në Damask ishte si një tërmet. Ishte emocional, vizual, i dëgjueshëm, shpirtëror, i mbinatyrshëm, ishte një ndërhyrje nga lart në jetën e tij. Dhe që nga epiqendra e rrugës për në Damask u krijuan një seri pastronditjesh, të cilat vërtet u përhapën si të tilla dhe e ndryshuan përgjithmonë jetën e Saulit, e përgatitën atë për shërbesën që Perëndia kishte planifikuar dhe ndryshuan plotësisht këdo. Gjëja e parë që i ndodhi atij pasi u bë i krishterë ishte se ai u bë pjesë e një familje të re. Në vargun 18 të kapitullit 9 të veprat na thuhet, në këtë çast i ran nga syt disa si luspa dhe ai fitoi përsëri të parit. Pastaj u ngrit dhe u pagëzua. Veprimi i parë i Saulit si besimtar ishte t'i nënshtrojë dekretit të pagëzimit. Me qëra fjala, ky duhet jetë veprimi i parë i çdo besimtari, sipas shkrimit.
ka shumë mundësi ta ketë pagzuar Anania. Në këtë çast, kur ai u pagzua, ai u bashkua pikërisht me të njëjtit njerëz që kishte ardhur të shkatronte në Damask. Pra pali u bashkua me të krishterët e tjerë. Biblia na mëson se kur ne pagzohemi në frym, gjë që është diçka që ndodh kur ne shpëtohemi, ne futemi në trupin universal të Krishtit që është i përbërë nga çdo njeri që është i krishter kudo që të jetë në botë. Por kur ne pagzohemi me ujë, ne bëhemi pjesë e bashkësisë së atyre besimtarëve që janë në kishën lokale. Dhe pali pikërisht këtë bëri. Kur ai u bë i krishter, ai menjëherë u pagzua. Pagzimi për Saulin ishte shumë i ndryshëm nga sa është për ne. Nëse Sauli do të bëhej thjesht i krishter, atij mund të ishte lehtësuar jeta, por kur ai u bë i krishter dhe u pagzua, ai u izolua nga familja e tij që nga ai çast edhe më tutje. Besnikëria ndaj familjes së tij qiellore tani u bë prioriteti i tij. Dhe kur dikush bëhet i krishter, siç edhe e dini, ai birsohet në familjen e Perëndis. Tani unë jam i lumtur që kam një familje toksore, dhe jam i sigurt se kështu ndjeni edhe ju. Por unë jam i lumtur edhe që kam një familje shpirtërore, një familje qiellore të përbërë nga të gjithë besimtarët në familje. Familja juaj dhe familja ime janë më të shumë nga sa mendojnë shumica e njerëzve. Ne kemi shumë antarë në familjen tonë, gjë që njerëzit nuk e dinë dhe nuk arrin të kuptojnë, nëse nuk e njohin Jezusin, kjo nuk ka as pak kuptim për ta. Dëgjojini pak fjalët te Mateu, por ai duke ju përgjigjur i tha atij që e kishte lajmëruar, kush është nëna ime dhe kush janë vëllezërit e mi, e shtriu dorën e vet drejt dishepujve të vet dhe tha: Ja, nëna ime dhe vëllezërit e mi. Sepse kushdo që kryen vullnetin e atit tim që është në qiej, më është vëlla, motër dhe nën. Biblia thot se kur bëhemi të krishterë, ne i përkasim familjes së Perëndis. Dhe prandaj kam gjithë të drejtën të quaj ty vëlla, ose ty të quaj një motër, sepse ju jeni vëllezërit dhe motrat e mi në Zotin. Gjëja e parë që i ndodhi Saulit, pasi ai u bë i krishter, gjë që na mëson shumë, është se ai u pagzua dhe u bë antar i familjes. Ai hyri në një familje të re. Dhe pastaj shkrimi na thot se ai përjetoi një miqësi të re. Në vargun 19 na thuhet, dhe mbasi mori ushqim, ai u ri për të ri në forcë. Pastaj Sauli qëndroi disa ditë me dishepujt që ishin në Damask. Zonja dhe zotrim, lejoni t'ju them se një nga shenjat e vërteta të shpëtimit të sinqert në jetën e një njeriu është dëshira e tij për të shoqëruar me besimtarët e tjerë. Një Gjoni 3:14 thot, ne dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë, nga e dim këtë, sepse i duam vëllezërit. Kush nuk e do vëllain e vet mbetet në vdekje. Tani kjo mund të jetë diçka e vështirë për disa prej jush, sepse tashmë e keni ndarë mendjen që nuk i pëlqeni të krishterët. Mund të jeni një prej tyre, por s'pëlqeni të krishterët e tjerë. Unë njoh njerëz të tillë, e dini që disi nuk i pëlqejnë të krishterët e tjerë. E po duhet ta mblidhni mendjen, sepse Biblia thot se nëse nuk i do besimtarët e tjerë, ka diçka që nuk shkon. Kur ne bëhemi besimtar të krishterë, krijohet një lloj magnetizmi mes nesh dhe të krishterëve të tjerë. Ne fillojmë të kuptojmë se kemi të njëjtën ADN shpirtërore dhe që i përkasim të njëjtës familje. Sapo Sauli u konvertua, ju pagzua dhe u fut në një familje të re, por ai gjithashtu filloi marrëdhënie të reja, ai u bë pjesë e një grupi njerëzish, ai filloi miqësi me ta. Dhe dini, kjo mendojmë se është miqësi apo jo, ai hëngri. Ne mendojmë se ndarja e ushqimit është miqësi, kjo është vetëm një pjesë e vogël e kësaj. Në kishën baptiste është gati gjithçka, por në atë kohë kjo ishte vetëm një pjesë e vogël. Dhe pastaj Biblia thot se ai shprehu një besim të ri. Vargu 20 na tregon për Krishtin që ai predikoi. Dhe filloi menjëherë, thot Biblia, të predikoi Krishtin në sinagoga se ai është biri i Perëndis. Përvoja që pati rrugës për në Damask bëri që ai të kuptonte se apostujt ishin ata që flisnin të vërtetën. Tani mesazhi i tyre u bë dhe mesazhi i tij, dhe unë jam i sigurt që në zërin e tij kishte një intensitet të madh kur u ngrit në sinagogë që ditën e parë dhe filloi t'u shpjegonte se Krishti të cilin ai e kishte përndjekur ishte me të vërtetë biri i Perëndisë së gjallë. Dhe më pëlqejnë vargjet 21 dhe 22. Përshtjellimi që ai krijoi, Krishti që ai predikoi dhe përshtjellimi që krijoi, dhe të gjithë ata që e dëgjonin çuditeshin dhe thoshin: po a nuk është ky ai që në Jeruzalem përndiqte gjithë ata që thrisnin këtë emër? Dhe ka ardhur këtu me synimin
që t'i çojë si robër te krerët e priftërinjve, por Sauli bëhej gjithnjë më i fortë dhe i hutonte judejt që banonin në Damask, duke u vërtetuar se Jezusi është Krishti. Ata që dëgjuan Saulin teksa i predikonte në sinagogë nuk mund t'u besonin veshve. A nuk ishte i njëjti njeri që kishte folur me aq elokuencë kundër Krishtit dhe ringjalljes së tij? Si ka mundësi që tani është ngritur në sinagogën e tyre dhe po predikon Krishtin të cilin e kishte përndjekur? Dhe predikimi i frymzuar nga fryma i palit bëhej gjithnjë më i fortë, na thuhet në pasazh se ai u bë më i fortë. Dhe me një autoritet gjithnjë më të madh, ai predikoi Krishtin, dhe në çdo mundësi që ju dha, dëshmia e tij u bë më e fuqishme dhe reagimi ndaj predikimit të tij u bë më i dhunshëm. Më pëlqen ajo që thot Luka. Luka thot se predikimi i Saulit i hutoi judejt. Fjala hutoi është një fjalë greke që është përdorur edhe më parë në librin e veprave për të përshkruar reagimin e popullit të Jeruzalemit në ditën e rrëshajave. Ata ishin të hutuar, ata ishin të pështjelluar. Reagimi ndaj konvertimit të palit shkaktoi një pështjellim masiv. Askush nuk e dinte se çfarë të besonte. Dhe prandaj tani është mjaft e qartë. Ai po i shpallte qartë qëndrimet e tij apo jo. Ai ishte deklaruar hapur, tani të gjithë dinin që ai ishte i krishterë. Prandaj krejt papritur, ky njeri i cili kishte qenë kampioni i armiqve të Krishtit, papritur bëhet fokusi i armiqve të Krishtit. Dhe pastaj lexojmë se ai tani është i përfshirë në një betejë të re. Komploti për të vrarë Saulin, vargu 23, pas shumë ditësh judejt u konsultuan bashkë që ta vrasin. Por komploti i tyre u mor vesh nga Sauli dhe ditë e natë ata i ruanin portat e qytetit që të mund ta vrisnin. Fraza pas shumë ditësh ka mundësi që t'i referohet një periudhë kohe që Sauli e kaloi i veçuar në Arabi. Ka shumë mundësi që të kenë kaluar 3 vjet mes vargut 22 dhe 23 të Veprat kapitulli 9. Dhe kjo periudhë 3 vjeçare vetmie pati një efekt jashtëzakonisht të thellë në jetën dhe shërbesën e Saulit. Disa e kanë cilësuar këtë kohë si, dëgjojeni këtë, përvoja e palit në seminar. Ishte e qartë që gjatë kësaj kohe ai mori nga Zoti shumë gjëra të mëdha që janë shkruar në dhjatën tonë të re. Ka shumë njerëz që besojnë se vendi ku Sauli qëndroi në vetmi në Arabi ishte mali i Sinai. A ju kujton gjë kjo? Ishte vendi ku ligji u dha Mojsiut. Mendimi që ai shkoi në malin Sinai dhe kaloi 3 vjet aty në Arabi, kjo padyshim që do të përputhej me vendodhjen e Arabisë në dhjatën e re. Nëse është kështu, atëherë dëgjojini këto fjalë që i lexova këtë javë. Pali shkoi në Arabi me Mojsiun e profetët dhe me psalmet në çantën e tij të shpinës. Dhe u kthye në Damask me romakët e efesianët dhe kolosianët në gojën dhe në zemrën e tij. Në një arsyetim të mrekullueshëm, ligji u dha në Sinai dhe përmes palit, gjithashtu dhe hiri u dha po aty. Prandaj kur ai kthehet nga Arabia, ai është i mbushur me fuqinë e frymës së shenjtë dhe predikimi i tij pret edhe më thellë se sa më parë. Judejt në Damask u kthyen kundër tij, ashtu si Sauli ju kthye të krishterëve para se të bëhej krishter, dhe ata komplotuan për ta vrarë dhe pasazhi na thot se ata qëndronin ditë e natë te portat e qytetit duke pritur që ai të vinte. Dhe tani ai po përjetonte të njëjtat emocione që u kishte krijuar njerëzve përpara se të bëhej i krishter, kur ai po i ndiqte ata. Dhe pastaj në vargun 25 te Veprat 9, Biblia na tregon planin që e shpëtoi Saulin. Atëre dishepujt e morën natën dhe e zbritën poshtë nga muri në një shport. Tani kjo na jep një arsye për të besuar, mbase që Sauli ishte një njeri i vogël, aq i vogël sa mund të futej në një shport. Dhe mund t'ju duhet që të kuptoni pak nga arkitektura e Jeruzalemit dhe e Damaskut. Nëse shkoni aty do të zbuloni këtë. Ata ndërtonin shtëpi duke i përdorur muret e jashtme të qytetit si muret të brendshme të shtëpive të tyre. Prandaj këtu kemi një mur të jashtëm të Damaskut, tek i cili është ndërtuar një shtëpi, dhe aty në atë mur ka një dritare. Prandaj dishepujt e gjetën një vëlla të tyre që kishte një apartament tek muri i qytetit dhe e quan palin aty. Pastaj e zbritën nga dritarja me një shport që të mund të dilte nga Damasku dhe të kthehej në Jeruzalem. Çfarë plani? Në fakt,
Palit kjo i bëri kaq përshtypje sa që ai flet më pas për këtë. Tek 2 Korintasve, kapitulli i 11, ai shkruan në Damask, qeveritari i mbretit Areta e ruante qytetin e Damaskasve për të më zënë, por nga një dritare më ulën përgjatë murit me një shport dhe shpëtova nga duart e tij. Prandaj, më duhet të besoj se kjo ishte një përvojë disi poshtruese për të. Ai shkoi aty si njeri i rëndësishëm, gati për t'i kapur të gjithë krishterët dhe për t'i kthyer në Jeruzalem, por kur largohet, ai mblidhet në një shport dhe zbritet nga një dritare nga miqtë e tij të krishterë. Ndonjëherë jeta vërtet na poshtron, apo jo? Dhe pastaj vim gati në fund të pastronditjeve të tij, ne kemi parë familjen e tij të re, miqësitë e tij të re, ai ka një besim të ri. Ai ka një betejë të re në duart e tij dhe tani do të kuptojmë se ai ka një mik të ri dhe më pëlqen shumë kjo pjesë e historisë sepse miku i tij i ri është një nga personazhet e mi të preferuar të djatës së re. Kur Sauli u largua nga Damasku, ai kthehet në Jeruzalem. Kujtoni që Jeruzalemi është vendi ku është vendosur kisha dhe ai rikthehet aty. Ai duhet këtë filluar të mendoj kështu: unë tani jam i krishter, unë jam i shpëtuar. Jam konvertuar në mënyrë të lavdishme, unë do të rikthehem te kisha nën dhe ata do të më presin me krahët e hapura, ata do të më duan dhe do të më pranojnë në shoqërinë e tyre. Patjetër. Si arriti në Jeruzalem, Sauli u përpoq të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai, sepse nuk mund të besonin se ai ishte dishepull. Besimtarët në Jeruzalem nuk ishin të bindur që Sauli ishte konvertuar vërtet. Edhe njëherë ata e kujtuan atë ashtu siç ishte më përpara. Ata e dinin nga përvoja apo kishin dëgjuar për ndjekjet e tij të pamëshirshme ndaj ndjekësve të Krishtit, kurse tani ai po pretendon që është i krishter. Ata menduan se ai thjesht po përpiqej që të infiltrojë në kishë, që të mund të kishte më shumë sukses me urrëtitjen e tij ndaj besimtarëve. Kur ai u kthye, duket se asnjë nga mesi i dishepujve në Jeruzalem të ishte madje i gatshëm të dëgjonte që ai të vinte të bashkohej me ata. As edhe një emër nuk përmendet që të thotë: "Hey, pse nuk vjen edhe të bëhesh një nga ne?" Pra i kthehet si një besimtar i ri dhe nuk pranohet nga kisha. Tani futet personi im i preferuar, miqësia e Barnabës. Atëherë Barnaba e mori dhe e çoi tek apostujt dhe u tregoi se si ai gjatë udhëtimit e kishte parë Zotin që i kishte folur dhe si kishte folur në Damask lirshëm në emër të Jezusit. Sa e mrekullueshme është historia e Barnabës. Fjala Barnaba do të thotë bir i ngushëllimit, ose më mirë akoma bir i inkurajimit. Para shumë vitesh kam shkruar një libër mbi kurajimin dhe në libër kam shkruar një kapitull mbi Barnabën. Titulli i kapitullit është Zoti i inkurajim. Kudo që e shihni Barnabën në Bibël, ai është gjithmonë duke ndihmuar dikë. Vërtet nuk po bëj shaka. Kudo që ta shihni atë dhe emri i tij përmendet shumë herë në Dhjatën e Re, ai është në librin e veprave shumë herë dhe ai gjithmonë po ndihmon dikë. A nuk do të qëndronit pranë njerëzve të tillë? Un kam disa miq që ndonjëherë kur jam me ata u them atyre më vonë, e di më pëlqen që rrim aty sepse kur jam në praninë tënde, gjithmonë ndihem sikur dua të bëj më mirë. Unë gjithmonë dua që të jem njeri më i mirë për shkakun tënd. A keni ndonjë mik të tillë? Barnaba ishte një nga ata njerëz që po ta kishit pranë, do ta dinit se po të kishit ndonjë gjë që ai mund t'ju ndihmonte, ai ishte gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar. Dhe ja ku është Sauli që u kthye te kisha, por askush nuk e beson atë, askush nuk do që t'i besojë atij, dhe vërtet ai është një njeri pa atë. Atë nuk e pranua në Damask dhe tani nuk është pranuar nga kisha në Jeruzalem, derisa shfaqet Barnaba. Barnaba i thot atij: "Hey, eja me mua, do ta rregulloj unë këtë." Dhe pastaj ja hedh krahun në qafë dhe e merr dhe e çon para kishës dhe u thot atyre: "Hey, djem, dëgjoni pak, unë e di se çfarë ka ndodhur me ta. I takoi Jezus Krishtin rrugës për në Damask dhe dua t'ju tregoj edhe diçka, e kam dëgjuar të predikoj." Dhe ai është i sinqert, ai është besimtar në Krishtin. Dhe pastaj ja hedh dorën në qafë dhe e bën atë mik të vetin. A dini se një shenjë të shprehurin e një inkurajuesi është fakti se ai është gjithmonë i gatshëm të mbrojë çështjen e një viktime? E keni dëgjuar këtë? Ai do të hidhet në anijen e atij njeriu kur të gjithë të tjerët i largohen. Askush nuk ishte në anijen e Saulit, ai as nuk kishte një anije, ai nuk kishte asgjë. Por shfaqet Barnaba pranë tij dhe thotë: "Shiko, unë do të të ndihmoj." Dhe edhe njëherë shohim se si Perëndia kujdeset për njerëzit e tij. Edhe njëherë ai i çon një mik Saulit kur ai ka nevojë. Ai çoi Ananian kur kishte nevojë që t'i japeshin syt, ai çoi Judën kur kishte nevojë për një shtëpi,
ku të qëndronte, dhe ai tani ka quar Barnabën për ta ndihmuar që të bëhet pjesë e kishës. Dhe së fundmi, ai u arratis nga një armik i ri. Kështu ai qëndron me ta në Jeruzalem dhe shkonte e vinte dhe fliste lirshëm në emër të Zotit Jezus. Ai u fliste dhe diskutonte me helenistët, por ata kërkonin ta vrisnin, por vëllezërit kur e morën vesh, e quan në Cezare dhe që ande e nisën për në Tars. Unë nuk kam kohë që t'ju tregoj se çfarë ndodhi me të kur ishte në Tars. As për gjërat e tjera që do të përfshiheshin te pastronditjet në jetën e tij. Por dua që t'ju tregoj diçka që mendoj se është shumë e rëndësishme për gjithë ne këtu sot, që tregon se si punoi Perëndia në jetën e tij dhe se si ai punon në jetën tonë. Nëse studioni Biblën dhe e lexoni me kujdes, do të zbuloni diçka shumë interesante, që për zemrën e Perëndis, koha e përgatitjes së njerëzve të tij është po aq e rëndësishme sa koha e shërbesës. Thjesht mendoni për njerëzit që njihni, të cilët kanë kaluar vite duke u bërë gati për të bërë atë që Perëndia donte që të bënin. Unë kam fjalën për Mojsiun, Jozefin dhe Davidin. A e dini se Davidi u kurorëzua 3 herë mbret para se të bëhej mbret? Dhe kur më në fund ai u shpall mbret, ishte ende në përfusha duke u kujdesur për delet e tij. Mendoni për palin, mendoni për atë që Perëndia po bën në jetën e tij. Mendoni për kohën që kaloi vetëm. Mendoni për faktin që konvertimi i palit në Krishtin nënkuptonte edhe pastronditjet e vuajtjeve. Në vetëm pak vite ai tashmë kishte përjetuar 2 tentativa vrasje, vështirësi pafund. Shpejt do të goditej me gur dhe do të lihej i vdekur në Listra, do të rrihej në burg në Filipi, do të detyrohej t'ia mbathte në Selanik. Dhe ende nuk kishte filluar vërtet. E dini, një komentator që kam lexuar thotë se kjo i shkakton pak dëme ides që njerëzit kanë për krishtërimin në ditët tona, se kur bëhesh i krishter të gjitha problemet do të zhduken. Nuk ndodhi kështu me Saulin, kur ai u bë i krishter, ai pati shumë më tepër të lashë nga sa më parë. Ajo që nuk kuptojmë kur lexojmë historinë e jetës së tij është fakti se ka shumë gjëra në jetën e tij për të cilat nuk dim asgjë, sepse ka ndodhur këtu që në fillim të gjitha të mbuluara nga heshtja. Nuk e kam fjalën për javë apo për muaj, por e kam fjalën për vite kur Perëndia po punonte në jetën e këtij njeriu duke e përgatitur për ta çuar në një vend ku ai të mund të kishte një ndikim mbi të gjithë botën, ashtu siç ai pati më pas. Kur mendojmë për palin, ne mendojmë gjithmonë për arritjet e mëdha të jetës së tij, udhëtimet e tij të shumta, shkrimet e tij, predikimet. Por mbase duhet i kushtojmë pak më shumë vëmendje kohës kur ai qëndroi vetëm, larg të gjitha këtyre, duke u përgatitur. Kur unë dhe Dona ishim në seminar, shpesh kishte raste kur unë pyesi atë se çfarë po bënim aty në seminar. Ndërsa isha një student në seminar, ne shërbenim në një kishë në Fort Worth, një kishë biblike dhe shkonim aty gjatë fundjavave dhe punoja me shërbesën e të rinjve, madje drejtoja edhe korin. Dhe unë dhe Dona ja përkushtuam veten kësaj kishe. Ne na pëlqente shërbesa që të qëndronim me njerëzit. Por çdo mbrëmje të dielën na duhet të hipnim në makinë dhe të ktheheshim dhe pasi ktheheshim shkonim në seminar. Në seminar ke klasa, biblioteka dhe janë dhe disa kube. As më kishte shkuar mendja te kjo para kësaj jave. Kubet në bibliotekë, e dini çfarë janë? Ato janë tryeza metalike sa për të ulur dhe janë të vendosura në fund të bibliotekës dhe duhet shkosh të ulesh te njëra prej tyre për orë të tëra duke studiuar. Dhe ndërsa ktheheshim në shtëpi nga Fort Worth, unë i thoja asaj zemër, do doja që thjesht të shkoja të predikoja, thjesht dua të jem në një kishë diku. Dhe shumë prej miqve të mi që u diplomuan në kolegjin Cedarville, ku dhe unë mora diplomën, thjesht shkuan dhe predikuan. Ata shkuan dhe filluan kisha. Dhe merrja letra prej tyre që më tregonin se sa fantastike ishte që po shpëtoheshin shumë njerëz dhe kisha po rritej, kurse unë isha i ulur në një kubet duke lexuar një libër. Dhe ndonjëherë librat nuk ishin shumë interesant. Por duhet t'ju them, tani që po kthej kokën pas, jam shumë i lumtur që nuk hoqa dorë, që qëndrova, që studiova dhe që mësova. Unë u them njerëzve që kalova gjithë ato vite aty dhe ishte si të gërmoja në një pus, dhe kam qenë duke pirë nga i pus, që nga koha kur dola jashtë. Dhe them këtë sepse ka shumë të rinj që kanë të njëjtën ndjesi që kisha edhe unë, që përgatitjet dhe arsimi janë një humbje kohe, por mos ju ndani. Dhe jam këtu për t'ju thënë se nuk di ndonjë gjë tjetër që do t'ju ndihmoj të bëheni gati përveç përgatitjeve. Perëndia dëshiron që ne të marrim arsim të mirë. Ai e trajnoi Jozefin dhe Elian
Gjonin dhe Palin, madje edhe birin e tij, Jezus Krishtin, gjatë kohës kur ishte njeri, janë vetëm disa nga të diplomuarit e dalluar në seminarin e Perëndisë. Dhe rezultatet e qarta që dolën nga jeta e tyre nuk ishin thjesht se ata ishin të talentuar dhe që patën fatin të jetonin në kohën e dur. Jo, ata u përgatitën për t'u përdorur. Dua t'ju inkurajoj se nëse Perëndia ka vendosur dorën në jetën tuaj, gjëja e parë që duhet bëni është të përgatiteni. Dhe ndonjëherë kjo është e vështirë. Pyesni misionarët që duhet shkojnë të bëhen gati duke kaluar 3 vjet për të mësuar një gjuhë apo një kulturë, por nëse ata nuk bëhen gati, nuk mund të shërbejnë. Ka një shpërblim në fjalën e Perëndisë për t'u bërë gati. Gjithnjë e më shumë teksa studioj shkrimin e kuptoi këtë. Ne duhet të dalim në përfundimin se nëse duam të shërbejmë Perëndisë në mënyrë të shkëlqyer, duhet të bëhemi gati. Nëse bëhemi gati, Perëndia do të bëjë diçka madhështore në jetën tuaj. Haleluja. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndinë si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndinë. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.